Sot ndryshe nga çdo vit tjetër do të bëjmë një omazh sepse Shaban Murati ka ndruar jetë që shumë pak përpara, në katër shkurt, dhe si një nga qytetarët e Durrësit, një nga diplomatët më të shuar që kanë vjerë Shqipëria në gjitha kohët, dhe ai që ky diplomat ka qenë Durrësit, mendova të bëjmë një omazh shumë të shkurtër për zotin Shaban Murati. Të dashur bashkëqytetarë, ne sot si çdo vit festojmë festën e Porvelit, një traditë tashmë e organizuar në shënjat të Durrësit Anafami. Para se të fillojmë kjo veprimtari, do të dëshiroj të them dy fjalë për një mik të shmuar, deri në qytetin tonë, diplomatin e shmuar, ambasadorin, shkrimtarin dhe studiuesin publicistin Shaban Murati. Ai kulturoi nga një fjalë mirë që vinte nga qyteti i tij, sikur se organizuar shumë kur ja kuptohet titullin deri në qytetin Durrësit. Nga shënjata jo në Durrësia do të në 14 shkurt, kur të gjithë festonin ditën e dashurisë, Durrësit, Shqipëria dhe të gjithë trevat, ku jetojnë shqiptarë dhe dashamirët të tyre, morën një lajm të hidhur, ndaljen nga jeta e Shaban Murati, një lajm që e zbehu ditën e dashurisë. Donë se doti, zgjodhi për të ditë sepse nuk kishte të ishte ndrysh, pasi Shaban Murati donte të gjithë shqiptarët dhe veçanërisht bashkëqytetarët e Durrësit. Ai nuk e një të të nuk e një të civilizëm, nuk e një të likësi, shpirti i tij pasër, kishe vend vetëm për dashurinë për mirësi. Ne jemi krenarë që ky njeri i madh ishte nga qyteti ynë. Ishte arritur në herë në detet e shumë relevantë të tij, por krijtarinë e tij jashtëzakonshme, në vlera dhe dashuri, por mirësia që puronte dhe mbrojtje në çështjeve të prerë të kombit tonë, si zëdhënësi i Kosovës dhe Çamërisë, si diplomat me një impresie dhe qartësi politike për Ballkanin, dhe me gjërë Shaban Murati ishte kushtimi i munguar për qeverisjen shqiptare në mbrojtje të bashkëkombësve të tij. Jeta të bën me një emër të paruar, kur jeton si Busaku i Shaban Murati, që mungon shumë familjes së tij, një babai i dërguar i 3 familjeve të mrekullueshëm, i mungon shumë Durrësit tonë dhe ti i mungon gjithë shoqërisë shqiptare. Në shenjë të një të dashurisë, ju ftoj të mbajmë vetëm një minutë heshtje në respekt. I përvjetë që të kujtim.